Mirë, jemi kthyer në këtë vend që fantastike. Largoni fëmijët nga ekrani, largoni gratë, burrat. Jo, ktheni fëmijët lini vetëm në ekran gjyshrit. Që të kuptojnë se sa e rëndësishme është edukata seksuale. Po, është e rëndësishme edukata seksuale, sepse ky emision do i dedikohet të gjitha atyre qindra mijëra rasteve që janë shtuar, janë plot faqet e gazetave, një epidemi side që dasht nuk është fort e vërtet si shkruhet. Edhe ne kështu besojmë. Me një panel fantastik? Me një panel fantastik. Rudina Koromani, Mike Dashur, Genta Dedej, doktoresha, Livia Mezini vjen për herë të parë në emisionin tonë, shpresojmë jo për herë të fundit. Mirë Gitvata, punoj si social më model që njoh. Faleminderit. Dhe doktoresh Mozaketa që dica gjëra që do t'ju trondisin. Ka plas një epidemi infeksionesh seksuale, doktoresha? Se nuk e din njerëzit. Atere, unë ju falenderoj njerë që në përmjet ekranit tuaj të nderuar dhe në përmjet këti emisioni, që mendoj ka shikueshmëri shumë të madhe, më keni ftuar për tema të tilla, kaq për të ndërgjegjësuar kaq shumë të gjithë njerëzit që na ndjekin. Jemi në fazat e një epidemie? Normalisht, në bazë të studimeve të Institutit të Shëndetit Publik, janë publikuar 2 studime të mëdha. Njëri që thot raportet seksuale fillojnë tek vajzat që në moshën 13 vjeçare. Mendoni një vajzë e vogël 13 vjeç, si mundet ajo të mbrohet nga infeksionet seksualisht të transmetueshme? Po kush duhet t'ja thot tani? Duhet t'ja thot nëna, shkolla, mjeku i familjes? Apo ai që do janë gjisi? Apo ai që do janë gjisi, tamam. Agenda, kush duhet t'ja thot? Sigurisht, përgjigja është shumë e thjeshtë, kjo gjë duhet filloj në nivelin akademik, pra në shkolla, ku të futet me... Shpjegojnë ato biologjin këshu, shpjegojnë këshu, me gishta me... Nuk është absolutisht e mjaftueshme, është minimaliste dhe është shumë larg asaj çka realisht nevojitet për edukimin seksual. Pra flitet për konceptin e shumimit nga ana biologjike, por nuk flitet në konceptin seksual. Pra problematika që... Se shkolla nuk e trajton fare që... Qa është marrëdhënia seksuale? As fela seks më duket nuk përmendet tamam. Atëherë unë personalisht nuk kam informacion të detajuar se... Po me ja kemi brezinerine. Unë kam shkuar në shkolla private dhe shtetërore, për të folur dhe për të sensibilizuar... Kjo është tjetër gjë, keni shkuar për SST-t. Në lidhje për... S'ke shkuar për marrëdhëniet. Për infeksionet seksualisht të transmetueshme. Rritja e numrit të infeksioneve seksualisht të transmetueshme duhet patjetër, jo vetëm bisedat, por më ka bërë përshtypje që të gjithë rinin dhe dëgjonin me një vëmendje të madhe. Po normal, flitet për seks, kanë vëmendjat. Kur mbarova një djalë më thot, doktoresha, dhe unë më duket sikur kam një nga ato smundje. Pse i thashon? Se unë tha, pa dashje, kam veshur të mbathjet e babait, si thua ti më tha mua, dhe unë qesha, a i sot mund më ndëgjoj, por pra janë të papërgatitur, jo vetëm për infeksionet, të papërgatitur për raportet seksuale, si duhet të mbrohen, një vajzë 13 vjeç, si duhet të mbrohet, kush duhet t'i flasi kësaj vajze? Po, pikërisht të pyetje që bëra unë. Ja ku e ke pyetje, ke bërë seks në shkollë? Jo seks, po a ke folë për seksi se ke bërë seks, kanë bërë sa duhet. Ime personale, varet nga stafi akademik, dhe ka pasur një diferencë shumë të madhe në 2 shkolla që unë kam qenë, ku në njërën për tyre u diskutua nga mësuesja, pra u bërë një leksion i cili ishte edukata seksuale dhe shëndeti, ndërsa në gjimnazin e dytë nuk Si tha mësuesja? Tha mësuesja që ju çuna duhet përdorni prezervativin, se nuk është se nuk e dëgjojnë si fjalë, nuk është se nuk e njohin si fjalë, din edhe në lagje atje ku ndodhet, edhe ku shitet në përmarkete, edhe në farmaci. Edhe marrin, blende për shokët. Por problemi është, e shohin në internet, moj zemër. E mësojnë nga interneti, nuk i flet asnjë njeri, nuk ja u shpjegon asnjë njeri se si duhet, doktoresha. As mjekët nuk ja u shpjegojnë se si duhet tamam. Kjo është mos e vërtet. Dhe ne ngrem zërin që me ardhen e menstruacioneve të para, çdo nën do të marri përdore vajzën e vet, përveç se ti krijoj komoditetin dhe kushtet e veta, që ti thot këtu janë linesat, këtu janë mbathjet, këtu janë dresat në një sirtar. Personale. Po,
e higjienën personale dhe përdore ta marrë vajzën dhe të drejtohet tek një mjek ginekolog, i cili do t'i spjegoj se çfarë janë menstruacionet dhe si duhet ajo të mbrohet nga këto punë. Krahas vajzës të dëgjoj dhe nëna. Përveç kësaj, shoqëria ka pjesën e vetë, që duhet sigurisht dhe ajo të jetë shumë e interesuar për të Ja shoqëria. Shiko, janë dy momente, faktikisht. E para, do të thënë, dhe për hir të vërtetet, që edhe mësuesit shpesh herë kanë, le të themi, një lloj stepje për të folur për çështjet e edukimit seksual, sepse janë tema të cilat ndoshta ne nuk kemi një kurrikull të unifikuar për mënyrën se si duhet i çasen nxënësve apo fëmijëve dhe adoleshentëve, dhe e dyta pastaj mos harrojmë që kemi edhe prindër të cilët nuk e ndërtojnë këtë lloj raporti, pra ne flasim për kushtet ideale, por faktikisht realiteti në Shqipëri është komplet ndryshe, që marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve janë ndonjëherë edhe të distancuara për sa i takon çështjeve që lidhet me intimitetin dhe me natyrë seksuale. Pra, mos harrojmë që mund të ketë vajzat tani Mirgen, të lutem tani se është një çmenduri ti flasësh vajzës 9 vjeç, 13 vjeç se si bëhet seksi tani. Unë e kam vështirë t'ja shpjegoj, domethënë, unë ku di unë. Doktoresha e kam vështirë, si ti them unë gocës bëj seks? Të lutem, me lejo ta mbaroj. Nuk do ta zgjas, të lutem. Mos harrojmë që ka fëmijë në adoleshencë, kryesisht vajzat të cilat e përjetojnë në aspekt traumatik ardhjen e ciklit, sepse asnjëherë nuk janë informuar as nga shkolla, as nga prindërit e para. Dhe e dyta, ajo që është shumë e rëndësishme është fakti që është ulur pragu i moshës të cilët fëmijët po futen në marrëdhënie seksuale. Dhe kjo është sjellje e rrezikshme. 13 thot instituti, po unë dive 9. Si ti thot prindi fëmijës 9 vjeç që bëu gati për seks 20. Edhe kjo domethënë është një psikologji më vetëm, Rudina. Shiko, nuk është çështja ti mësojmë se si ti orientojmë për çështjet se si të mbrohen gjatë raportit seksual. Si të kishin mami do të shpjegoj një telenovel që do e shohësh 20 vjeç? Se si ndikon, jo. Ai proces fillon gradualisht. Pra ti e njofton për pjesët e tyre, intime, se si do të ndrojnë. Por e kanë mësuar më mirë se ne ande nga interneti. Po ky është problemi se i kanë mësuar nga interneti dhe pornografia nuk është e palishme. Por për fëmijët nuk duhet lejohet. Dhe fëmijët shkojnë raportet seksuale. Pra, për ne të rriturit nuk është e palishme. Po, dhe kur ekspozon ndaj këtyre materialeve, ata kanë një lloj keq informimi në lidhje me raportet seksuale, e cila ndikon dhe në personalitetin e tyre. Që ndonjëherë influencon që të futen. Absolutisht. Si të shprehet prindi shkret? Prindi shkret, si të shprehet, si ti drejtohet në fëmijës. Pas të moshës, bëhet edhe biseda, komunikimi me fëmijën djalë apo vajzë, përsa i përket marrëdhënieve seksuale. Si t'ja thot një fëmijë 9 vjeç, Rudin, të lutem tani? Nëna, si t'ja thot fëmijës 9 vjeç? Pra, në bazë të moshës. Po ja, në 9 vjeç fëmija, qa ti thot 9 vjeç? Dhe në momentin që vjen cikli, bëhet një bisedë për të pasur një kujdes të shtuar. Unë e di që bëhet më përpara, Rudina. Unë mendoj që çdo prind dhe çdo nën me fëmijët e tyre, as ju psikologët nuk e dini se si ta parashtroni, për si pra si. Të kujdesshme për të mos ja si ta hapi nëna një bisedë seksi me vajzën. Deri në moshën 18 vjeç, pra për të mos kryer, për të mos qenë derisa të jenë gati. Por unë do doja të pyesja për elementet psikologjik, se çfarë i shtyn adoleshentët e moshave të hershme për të kryer marrëdhënie seksuale të hershme, të cilat janë komponent dhe arsye psikologjik. Pra, dëgjoj, flasim për adoleshentët të cilët nuk kanë dhe nuk e din, pra pjekuria e tyre konjektive nuk është ende gati për të kuptuar pasojën e veprimeve të tyre. Pra që kërkojnë një validim të menjëhershëm, të jashtëm, apo kënaqet menjëhershme të një instiktit të tyre, apo të qenit në grup, apo të një kontakti fizik, e cila percipiton deri në kontakt seksual, dhe mund të gjejë dhe të papërgatitur, apo në raste të ekspozuar ndaj problematikave seksuale, etj. Pra, komponenti emocional, mënyra se si adoleshenti, çfarë shtyn adoleshentin apo të rion, se ne po flasim këtu për shëndetin e marrëdhënieve seksuale. Dhe komponenti psikologjik është shumë i rëndësishëm se çfarë shtyn një individ. E shtyn për të kënaqur instiktin e vet, pra është instiktive. E shtyn për një rregullim emocional, si në rastin e hiperseksualitetit. E shtyn për të shkarkuar tensionet, si në rastin e një ankthiozi. E shtyn për një kënaqësi momentale, si në rastin e një depresioni. E shtyn për të përsëritur një marrëdhënie toksike, traumatike, e cila përsëritet si në rastin e një stresit post-traumatik. Pra, komponenti psikologjik që ndodh në të ashtë quajturën
marrëdhënia ku brenda kësaj marrëdhënie intime është edhe raporti seksual, bëjnë diferencën e atyre që quhen marrëdhënie të shëndetshme dhe marrëdhënie jo të shëndetshme seksuale. Para se të dalim edhe një fjali, para se të bëni pyetjen e radhës, pra para se të filloj marrëdhënia seksuale trupore, ajo fillon shumë më përpara, që në mënyrën se si individi krijon raportin marrëdhënie me veten dhe me të tjerët. Pra, një individ që e njeh veten dhe ndërton raporte fair apo të sinqerta me të tjerët, sigurisht edhe në marrëdhëniet intime do krijojë marrëdhënie shumë të shëndetshme. Por në momentin që individi nuk e kupton veten, ndërton raporte të shtrëmbura si kompensimi me të tjerët, këtu fillon deformimi dhe reflekton edhe në marrëdhëniet intime. Si të shprehet një prind me një fëmijë në një moshë 8, 9, 10 vjeç? Njerë, fëmija zakonisht ardhja menstruacioneve ka filluar që në mosha më të vogla. Ke, thamë atë, si t'ja shpjegoj mbrojtjen? O të them, në fillim duhet t'i shpjegojmë se çfarë ndodh në trupin e kësaj vajze. Çfarë ndodh? Dhe pikërisht, unë prandaj e thash që nëna, së bashku me vajzën duhet të kontaktojnë pa tjetër me një mjek ginekolog. Unë si mjek e ginekolog e kam pasur plot raste, ku kanë ardhur me vajzat e vogla, kam nesër prap do një ekografi të një vajze të vogël që vjen, tashti është në klasë të 8, po ka ardhur disa herë me nënën e vetë, por arsye ginekologjike të menstruacioneve jo të rregullta e tjerë e tjerë. Ajo vjen dhe me kokën të ulur dhe nuk diskuton fare asgjë, flete jëma, sepse është e trëmbur, dhe unë në këtë moment i thash jëmës, më prit pak për jashta të flas njerë vetë me vajzën. Po tha, ajo ka vështirë të flasi, ashtu si që flet me shoqet e saj. Dhe fillova t'i spjegonja se çdo të thotë, çrregullimet të ciklit që ajo ka, kush janë menstruacionet, si vinë, si punon vezorja, e tjerë. Dhe dua të them, kështu fillon komunikimi i parë. Ndërsa, për atë që tha Rudina, në lidhje me disa komponent, mua më kujtohet që ne kemi bërë një studim me shkollat e mesme të Tiranës, me nxënësit e viteve të 10, 11 dhe 12. Studim në lidhje me raportet seksuale, kur i kanë kryer me një shok, si kryen e tjerë. Dhe shumica e këtyre, të them gati 70% thoshte, që ne i kemi kryer marrëdhënie seksuale, sepse shoqet tona kishin presioni i grupit. Dhe ne... Presioni, kryen dhe për shkak sepse është mosha e tyre që kryen shumë gjëra për shkak të presionit të grupit. Që ushtron shoqëria. Kjo ndodh. Është një nga arsyet për jo vetëm. Pjesa më e madhe arsyeve janë arsye të shërbimeve psikologjike. Tani, Gjenda, sa kushton ignoranca seksuale? Sa kushton? Sa raste vinë dhe me çfarë smundjesh që të vënë ndonjëherë t'i vësh duart në kokë? I ka vënë Në rast abuzimi, të mos dish pjesën sekretare i ka vënë sot, më falë sot, që kishim për të bërë disa ekzaminime dhe analiza dhe më qonë një foto. Kjo, thot, pas ka dhe parazit, unë i shoh dhe enta me i ba. Dhe unë qesha interesante. Pra, do me thënë, Genta sot është ndeshur, vërtet me ca infeksione shumë interesante. Ne shohim shumë të papritura. Kjo i përket moshave të ndryshme, dhe sigurisht që tek brezi i ri është shumë për të ardhur keq, sepse të fillosh në një moshë shumë të vogël, të diagnostikohesh me sëmundje të cilat mund t'jenë edhe për gjithë jetën. Kujtoj një rast i cili ishte një vajzë vogël, adoleshente, ishte 17 vjeç, dhe shoqëronte mamaja, dhe vajza ishte e gjitha infektuar me një HPV, dhe më thënë e cila kishte, dhe më thënë, bashkë me doktoresh Mozën, në mbaj mend atë rast, ishte shumë i dhimbshëm. Erdhen të dy prindërit. Po, dhe ka qenë. Dhe do me thënë, janë gjërat të cilat realisht janë këmbana, alarmi, për të marrë shkasë dhe për të folur, për të Dhe HPV-ja ishte shkak i një seksi të pambrojtur? Një marrëdhënie të pambrojtur, po, një marrëdhënie krejt e pambrojtur. Ose mund të marrëdhënie abuzive. Jo, nuk ishte për shembull në rastin konkret, për shembull, të dy ishin viktima të kësaj sëmundje. Pra dhe djali që ja kishte transmetuar, nuk kishte informacion. Pra nuk ishte një marrëdhënie abuzive, ishte një marrëdhënie pra e pranuar në moshën e adoleshencës dhe
situata kishte dalë jashtë kontrollit nga ana shëndetësore. Po mirë, këta meshkujt, se unë mendoj se faji kryesor vjen nga meshkujt, a doktoresha? Jo, numri i këtyre infeksioneve me human papilomavirus ka ardhur duke u rritur edhe mbas të një studimi të Institutit Shëndetit Publik. Çfarë ndodh konkretisht? Ky virus, human papilomavirus, është mbi 129 tipe. Më kuptoni, edhe fillimisht ai jep një këmban alarmi, një ndryshim në qafën e mitrës që thot, po su interesove ti unë të bëhem kancer. Kuptojeni, e njëjta gjë për femrat, e njëjta gjë dhe për meshkujt. Pra, ky virus transmetohet seksualisht, vetëm seksualisht. Si bëjmë ne, tash do ta pyes Rodinën të më thot, mua më erdhi një çift që ishte gruaja me HPV, e donin shumë njëri tjetrin, si mbas asaj aparencës. Mosha e çiftit? Të dy ishin relativisht ke 30 ajo, 35 ai ideali, dukeshin sikur e donin shumë njëri tjetrin. Në momentin që kjo vajza doli me HPV, sigurisht që unë kërkova t'i bëhesh edhe partnerit, se duhet bërë. Por, normalisht, si mund t'ja shpjegonja që ky virus transmetohet seksualisht? Dy sociologë. Ashtu, do t'ja thojë shprimisht, që në e ka të rektorë studio. Bëhesha unë shkas. Jo, se ka pasoja ajo fjalia. Pa tjetër. Profesionalisht, duhet jeni profesionale dhe vërtet duhet ta thoni. Është drejta pacientit që t'informohet. Pavarësisht dilemës etike të madhe nëse duhet t'ja thuash apo jo, por që çdo pacient duhet t'informohet. Çifti më pas e gjen vetë dhe gjen problematikat e veta. Edhe ne bëhemi pastaj shkak një divergjencë në familje. Jo që duhet menduar kjo që thot doktoresha, duhet menduar. Duhet menduar në kontekstin shqiptar. Por çdo pacient shqiptar, se po t'ishim në Skandinavi do ta fillonim edukimin që 5 vjeç. Me drejt, por që është drejta pacientit që duhet informacion, më falë, me nga ChatGPT-ja brenda 60 sekondave dhe në qoftë se doktoresha ja kupton. Jo, po ajo doktoresha ja bën të ditur. Sikurse di se ti. Seksualisht e transmetueshme merret vesh. Po, ti. Unë kemi takon që t'jem pak më respektuar. Edhe kryetar urdhri. Jo, s'ka lidhje kryetar, por që është çështja e respektit gjithmonë. E di kur fillon pengesa? Që momentin që kur është shumë genuine dhe fëmijët mund të pëlqejnë njëri tjetrin. Dhe kur njëri nga fëmijët mund të thojnë në familje që shiko se kam një vajzë të kopshti apo është një djalë, i cili pëlqen, jo, të keshim ba, është turp. Dhe ti frenon atë pjesë të komunikimit që ti mund ndërtosh një raport të shëndetshëm komunikimi me fëmijën. Emocional, i shëndetshëm, çfarë kërkon marrëdhënia Po pra, tjetër temë kjo. Po që këtu fillon problematika dhe ti e frenon. Të lutem, nuk do na dali koha ta trajtojmë të gjithën, kështu që mos na hapni anekse. Livia, në Kanada, ç'a ndodh me rinin kanadeze? Si janë ato? A janë të mbrojtur ndaj smundjeve seksualisht? Janë të mirë informuar? Po, dhe madje mund flasë dhe për HPV-n, që një mazhorancë shumë e madhe e rinis bëjnë vaksinat e HPV-s para se të jenë aktiv seksualisht, sepse në momentin që janë aktiv seksualisht, ata mund të kontraktojnë sëmundje të caktuara, po flasim për HPV-n në formë specifike tani, e cila është, siç tha dhe doktoresha, ka mbi 100 lloj formash të këtij virusi që mund të jenë kancerogjen. Mund të sjellë kancer. A duhet bërë kjo vaksina, doktoresha? Është e këshillueshme dhe në ç'a moshe bëhet te vajzat? Patjetër tek vajzat rreth moshës 12 vjeçare dhe tek djemt rreth moshës 13 vjeçare. Se më sipër, po nëse është më sipër për shkak mund të bëhet gjatë. Do shta në komunitetet apo në grupet që janë vulnerabël, sepse tek ato që kanë në të gjithë në të gjithë grupet e popullatave të moshave. Të moshave 12. Unë do isha pak dhe fare nuk duhet të jesh sepse kjo është një vaksinë. Do isha për një për edukim të lutem nga mosha 12 deri në cilën limit lejohet të bëhet kjo vaksina? Moshën hiperproduce. E gjithë nuk ka limit. Por ka një gjë dhe unë i falenderoj të gjithë ato që e kanë vënë në do me thënë në listë. Më mirë kanë bërë ato, detyrën kanë bërë, se s'kanë bërë një gjë, ato duhet ta bënin më përpara. Gjën më të mirë kanë bërë. Shikon, Shqipëri s'ka qenë. Në Shqipëri kanë frikë nga vaksina. Në Shqipëri ka frikë nga vaksinat. Dhe shpeshherë kjo është që thotë Erioni, më pyesin, më shkruajnë, më pyesin, doktoresh, a duhet ta bëj vajza ime vaksinën? Pse jo? Tashti që doli për djemt, më pyesin dhe për djemt. Pse të mos e bëj? Të mbrohet nga 7 viruse, 7-9 tipe virusesh që janë më agresivet, që bëjnë kancer në qafë mitrës, apo kancer të organeve gjenitale tek meshkujt.
kancer të lëkurës, kancer të kokës penisit, kështu që se të mos e bëjnë. Si që tha dhe Rodina, unë bje dakord që zhvillimi mendor dhe madje dhe biologjik, neurologjik i njeriut vazhdon deri në moshën 25 vjeç për shumicën e adultëve, por për ata Ajo është shpendimi abstrakt, nuk është problem, por të paktën bazikja deri në moshën 16-18. Por unë them që kjo nuk është një faktor i cili do të thënë me patjetër ta shtyj edukatën seksuale për vite më të vona, sepse si thamë që e prezantuam dhe si një argument në fillim, që fëmijët... Ja si e ke marrë vesh ti si bëhet seksi dhe si janë masat mbrojse. Kur ishe e vogël. Ti e me fat, po shoqet e tua për shembull. Kjo pra duat ta mbare pak të që s'dal aty. Pra ajo që po them është që edukata seksuale në Shqipëri është shumë e ulët. Ne flasim që në dhjetor u bë një intervistë e cila u bë virale që tregonte se studentët e mjekësisë nuk e dinin çfarë ishte HIV-i, ose kishin frikë të shprehin se çfarë e dinin, do të thënë, dinin se çfarë ishte HIV-i, ose HPV-ja ose sëmundjet e tjera. Dhe nëse studentët e mjekësisë që një sëmundje e tillë, pra si HPV-ja, HIV-i e tjerë, nuk ke nevojë të jesh student mjekësie që ta dish. Është informacion që siç e tha dhe Rodina mund ta marrësh ose nga ChatGPT-ja, ose jashtë kësaj është thjesht informacion kolektiv, që kolektivi e njeh, nuk është një term i panjohur. Kjo vjen nga turpi i madh social, për mendimin tim që Shqipëria e vuan në këtë farë forme dhe e fsheh edukimin, e shmang edukimin e kësaj lloj forme, pavarësisht se mund të jetë shumë e rëndësishme, dhe kemi këtë lloj rrisësh sot që mjeku në zhvillim nuk e di. Pjesa e edukimit. Pra, për që fillimi i marrëdhënieve seksuale të jetë sa më i vonshëm, të paktën mbas 16-ave, është detyra parësore e cila duhet të fillojë që te familja e fëmijëve. Rodina se është prapë herët 16. Po them për të paktën mbas 16-ave. Unë po them që në moshën 16 vjeç, tekuria kognitive ka arritur të paktën minimalisht. Herët shumë është datë. Por dhe pjesa sigurisht pra, mas 18. Po çështja është ne po flasim për marrëdhënie. Po ne po flasim që s'na ashtu njeri fare, e kupton? Edhe nuk na pyet njeri fare, s'na dëgjon njeri fare. Mundohet që ta shty pjesën e fillimit të marrëdhënieve seksuale sa më vonë. Dhe të bëjë një monitorim dhe të jetë sa më pranë fëmijës, sidomos fëmijës vajzë, për të ruajtur, për të ekspozuar ndrejt vajzë, sepse ka vulnerabilitet më të madh në pjesën e abuzimit. Të dy kopjave. Okej, po, pa i cënuar edhe pjesën e meshkëve, por të pjesa e vajzave, ndjeshmëria e shtuar në pjesën e... Ore, vajzat ngellë shtazën që ta themi këshu hap ta si fare, për mua, se pyet që brenda mureve të shtëpisë, dhe që marrëdhëniet seksuale të fillojnë në një moshë sa më të vonshme, ku edukimi mbi marrëdhëniet seksuale është shumë e rëndësishme, qoftë në familje dhe më pas edhe në kurrikulat shkollore do ishte optimale që të standardizoheshin, të dukeshin normale, jo anormale, mos tingëllonin tabu. Duhet organizuar një orë ndërgjegjësuese, pra ne kemi stave psikosociale në shkolla, të cilët duhet bërë një orë ndërgjegjësuese me nxënësit për këtë. Pra, edhe të përfshirë kurrikulat e shkollave në nivelin akademik që edhe mësuesit me nxënësit, po nuk ka. Tani Orion ti e mban mend ku në vitet 2000, para viteve 2000 ku janë to epidemiologët që duhet ta shpjegojnë? Kur boj ora edukatës seksuale, djemt në nëzirnin jashtë dhe zyshat flisin vete me vajzat, e kupton tani. Sepse është kjo stigma që edhe mësuesit e kanë kompleks që flasin për këtë çështje. E para duhet përgatisësh prindit që në shkollë do diskutohet dhe kjo pjesë, të vjen një prind atje te shkolla, ç'të duhet ty që të flasësh për marrëdhënie seksuale me fëmijën tim? Ti mendon se nuk ndodh? Atëre mund se ndodh pra, edhe mësuesit kanë një pozitë të tillë. Si ka mundësi që kjo është një temë tabu në shoqërinë shqiptare, nuk flitet, dhe në këtë moment njerëzit po na shikojnë thonë, pse këtu ka ngelur puna? As në familje. Jo, tani kjo ka të bëjë me çështën e shkollës. Por edhe sot. Ne kemi 100 halle, thotë ju na flisni për seks. Jo, kemi 100 halle. Problemi është që hallet e tjera s'të lësh ta xëno vlla. Nuk është vetëm. E kupton, nuk ta bën barkun kaq. Është lidhur edhe me formimin, me identitetin, me personalitetin, me mirësinë emocionale. Po se di njerëzit çfarë do mirë, se prandaj e pyet Jornela sa kushton heshtja. Erion, un kam shumë. Sa kushton heshtja? Sa ka rënë pragu në moshën 13 vjeç. Kjo është heshtja. Unë të them, kam shëtitur... E kuptua aty që na shikoni pse e bëjmë. Se fëmijët tuaj kanë filluar të japin motorit pa duar. E kupton? Jo se kemi ne noj qef të diskutojmë për këto gjëra. Erion, unë kam shëtitur në shumë zona të Shqipërisë me projekte nga më ndryshme të thella ku nuk ka pasur mjek. Se njohin fare atë kontraceptivin? Po ju them jo për kontraceptivin, po them bënja vizitën ginekologjike falas, pap testin falas, që është analizë screening që vlerëson qafën e mitrës, dhe analizë në sekrecioneve falas. Për zonat të thella
më besoni, ishte tabu vizita ginekologjike. Shkonja në çdo shtëpi për të bindur që të vinin gratë. E kupton? E kuptoj këta në kohën e Fajkonicës, që ka shkruar Fajkonica për këtë gjë. Nuk të vjen pa Marlene Bashorti, Bashorti s'do të leje. Ore, është gati Bashorti të vi të vizitohet në vend të gruas. Çfarë po të them? Kur nëna nuk vjen vetë, si mundet të ndihmoj vajzën? Që të ndihmoj. Kjo është një Për situatat të ndodhin brenda unazës Tiranës, nuk po flasim vetëm për flas për zonat thella. Bajgjon kur ndodh brenda Tiranës. Ndërsa sot ka ndryshuar disi. Në klinik, atje ku punoj me doktoresh Gentën. Po kanë pas vinë, doktoresha, e di pse nuk i interesoj e ti. Ka ndryshuar me ekspektative që ishin para ditën e doktoresha. Së bashku O doktoresha, kanë patur ushujnëzat ato. Ekspozimin dhe informacionet. Patur këshillim me ushujnëzat. Me shushunjat. Me shushunja. Si, ashtu i thonë nga zona veriore. Qarë bën ushujnëzat, doktoresha? Shmang infeksionet, qa bën? Shmanga ka infeksionet ginekologjike. Dhe kur erdi pacienti janë klinik, doktoresh Genta u trem. Nuk e që kemi, e hekim, nuk është problem kjo. Por do ju tregoj një rast tjetër shumë interesant. Një zonjë ishte shumë e varfër. E shkretarin dhe gedera klinikës dhe sa herë kalonja unë, e shikonja, po nuk e kuptonja se qa kërkonte. Në fund, ajo infermierja i thot, bëjti qërdo, tua një vizit me doktoresh Mozën. E marim lartë pa hajde, i themi neve do t'a bëjmë falas. Vetëm na thuaj qfarë ke. Kam kruarje, tha vdiqa, gratë e lagjes më kanë thënë, që pi lëngun e gjeteve të muçmollës të egër. Unë tha kam një... Gjete pjergulle. Gjetet e pjergullës ta pa bërë qënd. Gjithë ato ka dhe metode alternative që janë të pranueshme dhe nga pjesa e shkencës. Një qaj me gjete muçmollë do të shërojë. Po qava do shëroj muçmollat. Metode alternative. Metodat alternative. Mjekësia japoneze, aziatike i përdorin I përdorin ata se e kanë të provuar. Jemi drejt fundit, drejt mesazheve se tema po mbaron. Tani, të them, ja bëm të gjitha analizat e ekzaminime falas, doktoresh Genta bile i bleu dhe medikamentet, i tha meri dhe këto tha nga anë Bravo, jonë. shumë mirë, doktoresh Genta. Dhe normalisht... A jemi në fazën tani që ne mund të marim në dorë situatën në një situatë të tillë tek brezi i ri, ku një pjesë e mirë nuk kanë fare informacion, ndoshta janë edhe viktima të këtyre smundjeve seksualisht të transmetueshme. Jemi në fazë që mund t'i mbrojmë pak sa. Mund të jenë kur brenda ka problematika psikologjike, ku pa e kuptuar, pra e para faktori i riskut mosh, kur ende nuk e ka kuptuar pasojën e veprimeve të veta, ku po shkon, çfarë përkryen. E dyta, problematika e Jemi në kohë apo jo, Rudin? Psikologjike, të ankthit, të depresionit, apo të personalitetit borderline, apo bipolaritetit e depresionit, ku kryet seks me të panjohur për momente, për kënaqësinë e momentit. Pyetja ishte, jemi në kohë apo prapë se kemi kuptuar që familja nuk po luan rolin që duhet luaj, madje ne kulturalisht jemi shumë mirë, neve fakti i izolimit na ka bërë shumë mirë, pra ne na ka shpëtuar krahasimisht me vendet perëndimore viteve 60-70 të cilët kanë qenë të rrezikuar nga shumë sëmundje, HIV dhe shumë sëmundje seksualisht transmetueshme. Ne kemi qenë të kursyer në vitet nga deri në vitet 90, pra kemi një faktor pozitiv. Dhe pastaj dolëm të painformuar. Okej. Krahasimisht me vendet e tjera kemi një ruajtje të mirë të kësaj. Jo, absolutisht. Civilizimi deri para viteve 90 ishte i luftuar totalisht. Në vitet 93, sigurisht u hapën dy herë. Dhe patjetër që filluan dhe sot ne kemi Në rastet të sifilizit, se sifilizit ka qenë rastet e marinarve para... Sifilis, kemi shumë raste, hidhin me statistika e keni dëgjuar që kanë dalë në DNS, sepse u bën publike. Dhe do të kishim ka disa statistika, Livia, të lutem, pjekim një sekond Livian dhe themi mesazhin pastaj. Statistikë për këtë për ditë të them që sot edukata seksuale, siç po thoya, shumë e ulët dhe njerëzit e marrin, sidomos ky brez, e ka marrë nga pornografia, e cila është një formë jo reale, do më thënë një marrëdhënie midis dy personave. Qa duan të imitojnë ato që shikojnë ato? Po, dhe kjo vjen nga tabuja e edukatës, do më thënë edukimi nga sistemi edukatimor nuk e mëson personin që është në shkollë që ta kuptoj se çfarë është marrëdhënie seksuale. Shumë e vërtetë dhe shumë e domosdoshme. Edhe nga barrierat që vendosin familje, duke mos komunikuar me fëmijën, duke i penguar për të folur edhe për gjëra krejt normale, jo vetëm për marrëdhënien intime. Ju bëni gabim që ekskludoni edhe këto sajtet që të mësojnë ato stilet. Se ku do t'i mësojnë ato gjërat ata?
Kush do t'ja mësoj? Ti duhet të ekspozosh moshën kur ti arritur pjekurin. Ka një moshë për para ato gjëra. Ti nuk mund ta shikosh moshën e adoleshencës pa. Pra ti duhet të vendosësh kufi për të tjerë, se në këtë mënyrë ti nuk mëson që të vendosësh kufi për të tjerë. Dhe ekspozon veten ndaj marrëdhënieve të cilat nuk janë të shëndetshme. Ekspozon veten në marrëdhënie seksuale. Mua. Ne kemi mësuar vetë, duke diskutuar me njëri tjetrin, duke dëgjuar se po si mirë kemi mësuar vetë. Unë ne kemi para viteve 2000, jemi në vitin 2000. Po mirë pra mirë. Edhe unë vetë kam mësuar, po. Sot teknologjia, atëherë kemi mësuar vetë. Shiko, kemi mësuar mirë, se është desfit kjo. Se di Rudina duhet ta thotë. Rudina dhe doktoresh. Kemi patur kur të vemi atje. Kemi patur, pra si shoqëri, një mendësi e cila na ka ruajtur në aspektin e shëndetshëm, që marrëdhëniet nuk janë të pranuara poshtë moshës 18 vjeç, pra deri kur mbaroi gjimnazin. Mos harroj që akoma kemi shkuar deri në 18 vjeç. Si kemi shkuar? Kemi shkuar të informuar apo kemi shkuar si viktima? Se domethënë në qoftë se të lutem doktoresha, ti lasim paralel. Kemi shkuar deri doktoresh Moza Tuta. A kemi pasur informacion? A kemi pasur informacion në moshën 18 vjeç? Kemi mesazhi. Ky është risku, ekspozimin e informacionit. Livia, mesazhi. Mesazhi që unë do jepja është, siç pyetet, unë mendoj se është pak vonë, pra për të ndryshuar një brez të tërë që ka, domethënë shumë problematika ndaj marrëdhënies seksuale, pornografisë, marrëdhënieve midis njerëzve, dhe mendoj se nëse duam ndryshim dhe të ecim përpara nga kjo pikë ku jemi, është të fillojmë që në sistemin edukativ dhe familjen. Nuk duhet të kemi turp të flasim për këto lloj temash, sidomos nëse mosha pra e marrëdhënieve seksuale sipas doktoreshës vjen dhe ulet. Okej. Birgit? Të gjithë duhet kuptojmë diçka që njeriu që të përfshihet në një raport duhet të arrijë jo vetëm pjekurinë fizike, por edhe emocionale. Dhe sigurisht që këtë rol, ashtu siç e tha dhe Livia, duhet ta luajë edhe familja, edhe shkolla. Dhe nuk duhet të jetë më tabu që ti të flasësh me fëmijët e tu për intimitetin e tyre, për pjesët e tyre private, pra dhe trupit, dhe sigurisht që ti mësojmë se si duhet ta trajtojnë veten, trupin dhe personalitetin e tyre. Doktoresha? Unë këm ngull, bërja e check-upeve është domosdoshmëri. Që nga mosha e fillimit të aktivitetit seksual dhe deri në moshën 65 vjeçare, check-upet ginekologjike janë të domosdoshme. Mendoni, një analizë screening si që është pap testi shpëton jetë, një vizit e gjirit, apo një eko i gjirit e bërë ashtu si shduhet shpëton jetë, pra që të shpëtojmë jetën e njerëzve, ne jemi mjek dhe normalisht mendoj që sensibilizimi për check-upet të rregullta, pash një emision diku në një televizion. S'kemi mundësi, është mesazh, vetëm për ta thënë disa që midis të tjerave thoshte se mundjet kardiake kjo, dhe nuk kishin përmendur infeksionet seksualisht të transmetueshme. Që është problematik më vete. Është problematik më vete. Për te, ne jemi qenë njerëzore, ku për te instiktit, ku vepron dhe prevalon pjesa e instiktit seksual, jemi qenë njerëzore, ku kemi nevojë për dashuri, për të dhënë dashuri, për të marrë dashuri, sa më shumë një njohje sa më e mirë e vetës dhe e kërkimit të emocionit me të gjitha, e përmbushjes emocionale, e cila çon deri në pjesën e marrëdhënieve seksuale do ishte më optimale ajo që çfarë ka nevojë qenia njerëzore. Qenia njerëzore nuk ka nevojë vetëm për marrëdhënie seksuale të cilat e realizojnë kafshët, qenia njerëzore është një shkallë më lartë. Qenia njerëzore ka nevojë të krijojë lidhje më të thella, lidhje dashurie, emocionale, psikologjike, të cilët e bëjnë që të ndihet mirë dhe i lumtur, të kërkojnë këto lloj lidhjesh dhe jo lidhje seksuale. Dian? Në fakt, si mjeke, mesazhi im është që nëse një prind nuk ka informacion, ti drejtohet specialistëve. Po, të pyesi. Të pyesi, të marri fëmijën për dorë dhe të shkojë tek mjeku, të kërkojë informacion, të edukohet dhe vetë, të sqarojë disa gjëra dhe fëmijën e saj ta fusi në një program dhe në këtë mënyrë e ka shpëtuar nga shumë fatalitete të cilat më vonë do të jetë shumë vonë. Unë ju falenderoj, ishit të gjithë të shkëlqyer me një dashuri për ata që të gjithë kemi përgjegjshmëri, e them, domethënë fëmijët janë fëmijë të gjithëve, nuk janë fëmijë vetëm të familjeve të tyre. Po bashkojmë me mesazhin e gjithë kolegëve të nderuar dhe kam një mesazh tjetër për gjithë njerëzit. Tani ju në përgjithësi shqiptarët janë më të ditur se të diturit. E kanë këtë është një virtyt i madh i shqiptarit. Këtu ka më shumë harvardist se në Harvard.
Dhe unë e di që shumë që po na shikojnë janë duke mallkuar, duke sharë, ju ngërt mort, ja vdekshi, pse për seksin do diskutojmë ne? Jo, ju diskutoni për dronat që shkojnë për këto emisionet e tjera. Nëse u puth njëri me tjetrin apo këto keni merak ju. Qa tha i politikan, si a futi ky, qa batute, ato shikoni ju. Kurse fëmijët tuaj po i shikojnë këta doktorët që janë këtu. Dakor, e kuptuat të gjën? Një, shtatzanit, ja është bërë kështu, po lëshojnë si fara nar, e kuptoni, se kuptoni ju këtë gjë. Derisa t'ju ndodhi në kokë. E dyta, vindo njerëz që janë më të pisë se pusetat, e kuptoni këtë gjë? E kuptoni këtë gjë? Përpiquni ta procesoni që këna ana mendore. Dhe e fundit fare, edukimi ul 50% në të gjitha vendet ku ka edukim, ka 50% më pak pasoja të dëmshme. Kjo është shkencore, tani po se besuat edhe këtë, tani ikni, bëni që doni. Dina ndë nga arat, vlla, se lopët dikur kanë pasur më shumë edukat seksuale se që kemi ne sot. E fundit fare ka dhe një zgjidhje për ata njerëz të cilët duan të bëjnë seks. Po ta bësh në krevatin Dorelan, seksi është më i mirë, të shijon më shumë. Të paktën këtë thonë klinicistët ose ekspertët. Është më e sigurt. Është më i sigurt. Është më i këndshëm, është më i ëmbël, ja haron të gjitha këshillat. Përdorini krevatet dyshekët Dorelan, se janë shumë të mira në raste. Tani kanë kaluar dhe variantet virtuale të kuklave apo të këtyre, kështu që çdo shohim. Rritet mundësia. Mirë, do kalojmë në një publicitet dhe takojmë me njerë.